Mirë, faleminderit. Përshëndetje. Mirë. Tregom çfarë është problemi. Problemi është kështu me ujësillësin edhe ndëgjova se doni me kontaktu Ferik Idrizin. Pa. E fshati Beqeq, unë jam i njëjtit fshat. Edhe deshta nëse moni me ja bo pyetjen kur do rregullohet ujësillësi, se kanë pru peri vështrije deri afër dikun ato që 4-5 vjet. Edhe ma kanë lënë që ato s'kanë vazhdu më manej heq, as nuk po dihet më çka po bëhet. Edhe ma herët, do vjet ma herët, me njëherë mas lufte, ka qenë lloj ujësillësi atun katun me do puse, po kur rahat nuk jenë bon tashma, aja ka ra kret me do pumpa, me do nuk jenë sojshin me mirë mbajt. Edhe më tash kemi mirë pa ujësillës, ma sistemi ujësillës. Ato s'kanë funksionu që 6-7 vjeta, nashta edhe ma shumë heq. Tash njerëzit kush ka mujt me marrë veç me puse, me ramje të lirës e diçka. Një pyetje, a keni rrjet të ujësillësit jo, apo? Beqiqi, është njëri prej fshatave ku është shtruar rrjeti i ujësillësit. Rrjeti i ujësillësit ka ardhur deri afër peri vështrije. Okej. Deri në fshat ato dikon 500 fshatet dikon ja 300 metra 500. Tash ato ka mbet, më nuk ka shku ma nej. Normal që kjo dosh me konë tash ujësillësi funksional. A përpara se thash edhe një herë ka qenë një lloj ujësillësi pe puseve që kanë marrë pa s'ka funksionuar. Që 6-7 vjeta, nashta edhe ma shumë. Një pyetje kam. Kur keni pas ujë për herë të fundit? Kur ka bërë ujë për herë të fundit? Valla për herë të fundit ma mërmenja dikun para 7 vjetë, nashta edhe ma shumë. Po edhe atëherë s'ka funksionu kur si duhet. Pe atëherë ju s'keni pas ujë me rregull, apo? Ja, tash ma s'ka, aja ma ora poshtë, dhe që kjo që ka orë tash prej vështrije, deri ato afër, para 5 vjetë, tash ato ka mbet edhe nuk u shprenda më në për fshat. E kuptova, faleminderit shumë, do të flas me kryetarin. Normal kjo ful më orë qysh ma herët, para 4-5 vjetë veç ka pas më lshu, po tash ka orë kështu puna nuk e di. E kuptova. Faleminderit shumë për telefonatën.